Lyeni flokët me vaj ulliri dhe do befastoheni nga rezultati. Vaj ullirit mund të konsiderohet si mbreti i tryezës së çdo familje. Ai përmban antioksidant, vitamina A dhe E, të cilat janë shumë të dobishme për të përshpejtuar rritjen e flokëve, si edhe u japin atyre elasticitet, densitet dhe shkëlqim. Maska me të verdhë vezë dhe vaj ulliri për flokë të thatë. Për këtë maskë ju nevojiten 2 të verdha vezë, 2 lugë vaj ulliri dhe 1 lugë gjelle lëng qepe. Para se ta bëni këtë maskë, duhet të keni vendosur një qep të kuqe në një gotë me ujë të vakët për 24 orë. Bashkoni të verdhat e vezëve me vajin e ullirit dhe lëngun e qepës. Trazojini përbërësi derisa maska të lidhet. Aplikoni maskën në të gjithë gjatësinë e flokut duke masazhuar me mollzat e gishtave për 5 minuta. Lëreni të veprojë mbi flok për 30 minuta. Mos u shqetësoni, aroma e vezës dhe qepës nuk do të ndihen sepse përthithen nga vaji i ullirit. Bëjeni këtë trajtim 2 herë në javë.